goes her own way, like he don't give a damn, girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks, goes back to 2014, and I think that she knows it. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Albana dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kemi një tjetër vlog dhe vlogu do të nisi me përvjetorin ton të 7, do me thënë plot 7 vite që jam bashkë me Denisin, po bëhemi gati sepse do dalim për dark, e kemi 3 ditë këtë tashmë. Nëse mbani mend, përvjetorin e parë të martesës unë nuk erdha dot. Edhe thash që për përvjetorin e lidhjes patjetër që të shkojmë, plus përvjetori i fejesës. Kështu që kemi 4 vite të fejuar edhe 7 vite që jemi njohur. Edhe po bëhemi gati tani. Unë kam veshur bluzën që do vesh për sot. Mos gaboj, u kam treguar në vlogun e kaluar, sepse i kisha veshur poshtë. Kam bërë flokët me këtë metodën me çorape, sepse këtu nuk kam asnjë gjë përveç sa një tharseje flokësh. Edhe nuk e di, nuk e shoh dot veten kështu, ndoshta do t'i kap pak kështu derisa të bëj make-upin, edhe mos t'i zgjidh që tani sepse nuk e di se sa mund të jenë formuar ondet. Tani, t'i kap pak ton edhe do të kthehemi për pak. I kapa edhe flokët i kam jashtë fytyrës dhe tani të tregoj dhuratat që i kemi marrë njëri tjetrit. Si radh herë unë nuk doja ndonjë gjë wow, do të thënë thjesht nuk kisha nevojë për diçka specifike edhe i thash Denisit që nuk kemi pse ta harxojmë lek kot për diçka që nuk më duhet. Edhe kam marrë vetëm një portofol. Me thënë të drejtën shkuam tek markat, tek Guess, shkuam tek Manvery, është një markë këtu në Malë që ka shumë çanta designer, po nuk gjetëm asnjë gjë në ngjyrë të kuqe. Unë e doja të kuqe, nuk e di, më është fiksuar dhe thash pse jo ta marr. Dhe një palë jeanse në ngjyrë jeansi, sepse e dini ju që jam shëndoshur dhe nuk më bëjnë të gjitha jeanset, kështu që më duheshin për në dimër një palë të tjera. Edhe mora këto që janë prerje e drejtë, pa të qartë, thjesht ka këtë ngjyrën pak si të hapur. Më pëlqyen, ishin 28 euro, mos gaboj, tek Bershka. Të vetmet gjëra që mund të vesh tek Bershka janë një ose dy palë jeansi që ata shesin, asgjë tjetër. Ndërsa unë Denisit i mora një palë atlete nga Adidas. Denisi është nga ato persona që për dhurat do vetëm atlete, edhe kam shumë të thjeshtë. Shkojmë te Adidas atje, zgjedh ato që do edhe unë ja marr. Dhe kam marrë sigurisht serioze, sportive dhe të thoja. Por pa dhe një palë të tjera serioze që do shikoj në një dyqan tjetër për numrin e vet. Edhe janë këtu. I gëzoj Denisi. Tani, të nis direkt në make-upin sepse nuk doj që të bëhem vonë. Po, besoj se kemi kohë, kështu që do ta marr me Terezi. Edhe thash ta bëj për TikTok videon e make-upit edhe me juve të shihem kur ta kem gati. Ose bëjmë skincare-in bashk. Po bëjmë skincare-in bashk më mirë. Kemi sigurisht kremin e syve. Nuk e di ju, po. Sa erdha këtu më ka dalë një bunker. Kjo ring lighti e zbeh pak, po është goxha e madhe, edhe nuk e di pse më ndodhi kjo. Unë kam fytyrën shumë të pastër zakonisht, edhe nuk më dalin kështu gjërash, po kjo ka dalë gjigant. Sa që dukej edhe në një video që kisha bërë me Denisin. E doja ta postoja, por nga që nuk më pëlqeu se dukej kjo, e lash pa postuar. Albana. Këtë ditë, me thënë të drejtën, nuk është se kemi bërë ndonjë gjë të madhe. Kemi dalë me Anisën edhe me Ergin, erdhën dhe te shtëpia. Besoj që edhe sot, edhe pse ne kemi përvjetor, duke qenë se sot tremba nga që më doli kjo papritur. Po thoja, duke qenë se kemi afër restorantin me vendin ku luhet bowling edhe këto lojra të tilla kështu, i shkruajtëm Ergin dhe Anisës dhe i tham që pas darkës të vinë, duke qenë se Ergi është në punë deri vonë, edhe derisa ta kemi mbaruar neve darkën, edhe ai do të dalë nga puna e takohemi edhe të luajmë, të shohim kush do fitoj këtë herë. Kështu këto gjëra po bëjmë, nuk është se kemi bërë ndonjë gjë tjetër. Donim të shkonim në një vend që menduam se ishte spa, por ishte pishinë e brendshme edhe e lam, domethënë atë vendin, kështu që nuk e di se çfarë do bëjmë. Ditët kanë kaluar shumë shpejt. Unë nuk kam xhiruar shumë, jam munduar që
të shijoj qëndrimin këtu, po sot me qenë se po dalim edhe po bëjmë diçka pak më ndryshe, thash pse jo t'ju marr me vete, se kam parë shumë, madje jam çuditur që avioni ishte aq plot me shqiptarë që po vinin në Maltë për ta vizituar, me maltez që po ktheheshin në vendet e tyre, edhe thash pse jo t'ju tregoj ndonjë vend të mirë ku ju mund të vini dhe të hani edhe të kënaqeni me shoqërinë ose dhe me partnerin tuaj. Tani po bëhem gati edhe do të shihemi pastaj. If you've seen her, I know that you would believe it, 'cause I know that you'd want her to. Yeah, I do. Kemi zgjedhur të vim për darkë te kjo Zeris, edhe kemi bërë shumë mirë sepse dëgjuam që kuzhinierët po flisnin shqip. Edhe kjo na bën të lumtur sepse i bie që do gatuajnë mirë. Besojmë dhe shpresojmë domethënë, por që besoj që po. Edhe kishim qejf që të hanin gjëra date sot, kështu që thash why not. Mund ta kuptoni se sa të mira ishin këto gjërat. Se i kemi tharë. Unë mora risotto dhe nuk e di, po kjo pjata që ka një perl. Denis në shtëpinë tonë të ardhshme, tonën, duhet keni patjetër si këto pjatat, sa të bukura. Kemi marrë një sallatë dhe disa perime, edhe Denis që ka ngel. Dhe pjata Denisit është shumë e bukur, duket shumë e shijshme. Është e mirë zëvër? Po thoje? Shumë e mirë. Okej. Kemi zgjedh vendin e duhur. Njerëz do ta vras. Unë tani vërë që po shikon ndeshje. Nuk është drejt. Ko që ky po shikon ndeshjen, do ta vras. Do ta vras, literalisht do ta vras. Po vendosim që të marrim edhe një ëmbëlsirë për ta mbyllur. Na pëlqejnë shumë ushqimet këtu, edhe do marrim këtë shqip edhe anglisht. Chocolate fondant and vanilla ice cream. 7 €50. Edhe kaq. Do ikim pastaj. Do me thënë do paguajmë një herë, pastaj do ikim. Edhe ku do shkojmë pastaj Denis? Të luajmë bowling me grupin. Të ofrojnë edhe limonçel pas ushqimit, do të thënë akoma s'ka ardhe ëmbëlsira, po dua që ta provoj këtë. Edhe kjo i ri dhe kjo duket shumë e mirë, edhe Denisi e hapi prap ndeshjen, po ja dash lejen unë se. Ua, Se të një shpinë. Edhe kjo nuk na shkënjeu. Tali për 2 persona është kaq. Është shumë normale për këtu në Maltë, po e rëndësishme është që na pëlqyen. Edhe Denisi që nuk e di domethënë. Harruam të filmoj Manisën, na falni. Good job, Anisa! E nisëm edhe një lojë, sepse të parën e fitoj Ergi, në vend të 2 doli Denisi dhe unë në vend të 3, ndërsa Anisa në vend të 4, kështu që donim ta bënim edhe një herë tjetër. Luaj të më knaqë me thënë drejtën, qyqa, pse po pikin kom. Po shfitoj. Lojën e parë fitoj Ergysi, ndërsa lojën e dytë fitova unë. Kapa 2 herë X, edhe një herë strike. Jo, spare. Po, e kuptuat besoj. Edhe këta do t'i bënde një lojë tjetër shënësën në vizitora. Edhe kaq do me thënë, kaq ishte. Po besojmë që mundemi të vim të martën. E shmartë se kazino Malta. Kazino, s'kam qenë asë dhe një herë. Nuk besoj se do shkojnë dhe një herë, po është interesante. Asa është bukur, po ka për 5 sotë. Shpilloj kë. Që ta dini erdhëm në shtëpi dhe po luaj Mulan, edhe kjo është dora ime
për momentin dhe është një dorë që nuk e di domethënë. Edhe është ora 12 e natës. Ishte njëri që s'dona linte me hedh letër. E ka për kalorin, se po... Nuk e di, po kjo ishte skandal. Mirë mëngjesi nga dita tjetër, jam lyer, aq mi kap sa bëj unë, jam veshur, po më pret Denisi, sepse do t'iki tek Pama, tek zyrat e PG Group që unë kam punuar më parë, për shkak se ditën që unë kam ardhur në Malë, çfarë fati që kam, nuk e di domethënë, më ka ardhur një çek nga shteti, domethënë kthim taksash. Këtu t'jap, është një shumë e vogël, po gjithsesi është okay, unë pranoj çdo shumë që më vjen. Denisi do të marrë ndërkohë ID-n e re dhe do të jemi në të njëjtin vend, në Mosta. Kështu që thash t'ju updatoj edhe mbas takoj edhe Janikën, duke qenë se më tha se do të jetë tek dyqani atje, edhe thash pse jo mos të kaloj. Kështu që ikim përpara se sa të bëhemi vonë. Apo jo Denis? Denisi është gati për të mbrarë. Okej, ikëm. Good baby. The love language is shared. Denisi më dha pak nga krasanti vetë, dhe unë i dhash pak nga twisti im. Po dal prap, okay? I kam kapur flokët kështu sepse bëra një dush, kam fjetur një 3 orë gjumë bas dite, edhe gjeni pak se më këtë dalë, me skuadrën time. Edhe po më presin, do më thënë, ideja ishte që të varoni dhe të dilin nga puna, edhe pasaj të takoshëm, kështu që këtë gjërë bëra, ora është 7:20, edhe... Sot nga kjo që spetën? Edhe... po shkoj fix në kohë, kur ato të parojnë, po iki me taksi normalisht, edhe prandaj e kam marrë me Terezi. Hello nga dita tjetër, nga pasditja tjetër, me thënë të drejtën, gjithë paraditën kemi qenë gjumë deri çore, deri nga ora 11. U çuam, bëm makarona me fruta deti dhe gjeni pak, kemi nisur të rishohim sërish Money Heist. Si është në Shqip? Në La Casa de Papel, okay? Edhe nuk e di pse, po prap më duket po aq interesante sa kur e kam parë para 5 vjetësh. Gjithsesi, jemi bërë gati, siç e shikoni, unë sot kam kapur flokët topuz, edhe po pëlqen shumë në fakt. Kam bërë shumë pak make-up, pak më shumë nga herët e tjera, sepse do takohemi me grupin, me Anisën Ergin, edhe unë dhe Denisi domethënë, edhe do ikim të bëjmë një lojë tjetër. E di që na pa duke luajtur bowling po te ky vlog, po do jemi po atje, por në diçka komplet tjetër. Që ndoshta ose ndoshta do luajmë the bowling again, po nuk e diet, po besoj do shkojmë tek ajo laser tag. Që vrasim njëri tjetrin, ora. Ç'është ky vlog me vrasje? Se kuptoj. Mund të jetë edhe escape room-i? Edhe escape room-i, do me thënë, do mundohemi të bëjmë, po atje te escape room-i dhe tek kjo laser tag nuk besoj se na lejon telefonat, po që do shikoj se çfarë do mundem të bëj nëse gjoj do të një pjesë. Nëse do të tregojmë eksperiencën tonë. Edhe tani të ikim përpara sa të bëhemi vonë edhe të kënaqemi. Kam veshur një gjë që kisha veshur dje, sepse doja të isha edhe rehat, edhe e veshur okay, të me thënë. Denis, pse nuk i shikon këto këpucët një herë? Wow. E dini gjithëm këtë setin me promocion, edhe po jam mbush mendin Denisi që të futet, se është shumë i bukur. Është me ulje, që do të më shfrytëzoj uljen. S'duket tu, po është kjo këtu ulja. Fani. Nga 2022. Si mendoni ju yje? A ja vlen ky kostumi? Do pak shkurtim, po unë mendoj se është shumë i bukur. Ore ti mos hapaj shumë. Atulla më këll. Okej, Denisi e zgjodhi disa gjëra të lezetshme, më pëlqejnë këto që ka zgjedhur. Që zgjodha unë domethënë, po. Okej. I mean, whatever.
Ne po luajmë këtë, ndërsa çunat po luajnë atë. Që ta kuptoni se kush është fituesja, unë isha Glacia, okay? Basically, ne mbaruam një lojë edhe me thënë drejtën u bëm qull në djers edhe menduam që të ham një herë, të marrim pak fuqit edhe me shumë mundësi të bëjmë edhe një lojë tjetër sepse disave nuk e pëlqeu rezultati dhe nuk e pranojnë që kanë humbur. Duan që të më sfidojnë sërish nëse unë do fitoj sërish, po jam e bindur që do fitoj sepse jam shumë e mirë në shënjestër edhe kështu do me them. Ku kemi ardhur si quhet ky vendi? Fluid Rib and Steakhouse, Albana, what happened? Edhe po porosisim tani. Unë dua të marr një sallat Denver, që sipas asaj që po shikoj unë është sallat Cezar, vetëm se ja kanë vendosur emrin Denver këta këtu. Normalisht unë dhe Anisa pas të ngrënës do vinim një herë tek Lucy Makeup Store për të parë ndonjë gjë dhe kemi marrë këto të dyja që unë kam këtë të errtën dhe Anisa ka këtë të hapurën që janë lip stain. Edhe ky është përfundimi. Mua më pëlqen shumë kjo idea, ngjyra e kësaj times, Anisa. Edhe jotja po është pasqyra pak e errët dhe vetëm se duket shumë. Po që është shumë natyral. Edhe përveç kësaj ishte vetëm 8 euro. Edhe biseseja super vlen për një lip liner që të qëndroj gjithë ditën. E po erdhëm sërish. E mbaruam dhe këtë lojë dona e fundit. Sepse dolëm ne të parët. Bravo. Këtë lojë çifti këtu dolën të parët. Erdhëm edhe këtu, po ka shumë super zhurmë. Erdhëm të marrim disa pije sepse u tham. Po bëjmë edhe një lojë tjetër, unë isha shumë mirë dhe humba me 5 pikë, do me thënë, vendin e dytë, okej? Se doja të t'vjen në vend të parë, dhe nisi ishte vend tretë sot. Po vend të portë. Jo, nuk po doja. Jo, më iku dora kiq, vërtet, më iku dora kiq. Po gjithsesi, po bëjmë me një që vërtetoj edhe një herë që unë mundem. Deri tani jemi me këto pikë. Fitore për mua. Po bëjmë edhe një lojë finalen kjo. Edhe për sot e mbyllëm. U lodha. Ni po ikim se u lodhëm, s'po na punon më dora, do me thënë. Janë egoist pra se kanë harru. Shumë e shkurt, se thot direkt. Po të bëjmë direkt. Po pra, Unë e gjeta kërë është dhe imposter. Adam. Ha, Denis, se na lodhe. Ta themi kush është imposter? Jo, do të thuash fjallën tani. Do të themi gjithë me Po, fjallën. në qoftë se jam i sigurt, e them. Jo, nuk je i sigurt, do ta vendosim gjithë për një herë. Po të paktën 2. Okej. Hyrje. Okej. Prift. Qa? Prift. Ah, i prifti që me rrobat, okej. Se ta është prift. Qa është prifti? Rrugic. Okej. A tash do më thon apo Nëse duam ta vendosim që të gjithë, po. Nëse Po, e po, mendojmë dy se rande, mos e zgjasim shumë. Okej. Votojmë? Po. Unë mendoj se është Denisi. Ose Anisa. Unë mendoj se okay, vazhdoni me radhë. Jo, do të votojmë të gjithë për një herë. Okej. Po një, jo dy. një Po, Denisi. Alban. Albana. Denisi. Thom fjalën. Korridor.
Drejshi, ky më ngatroi. Ç'se jo godin? Godin pra se Hallway. ti the e shtëpi. Hallway është korridor. Po, Qa korridori godine? përbash. Po Jo, është ti e the korridor. e shtëpi, ky thot godin. Ti the apartament? Apartament. Kjo e kuptoj. Kjo e kuptoj plak. Mu më ngatroj Po që kuptoj të shi. Anisa. Jo. Fitoj Po ti Anisa. qa kishe? Se unë dyshova që ishte Anisa. Unë dyshova tek fjala e parë isha pak dyshuese, po Ore, thash mu më ngatroj whatever. të dy, sepse një thotë rraf të kush